Në kuadër të zhvillimit të garës cilistike Giro d'Italia, që përfshin 3 etapa brenda territorit të vendit tonë, me datë 9, 10 dhe 11 maj 2025, në qytetet Durrës, Elbasan, Tiranë dhe Vlorë, policia e Durrësit ka bërë publike planin e detajuar të masave për menaxhimin, sigurimin e qarkullimit rrugor, garantimin e rendit publik, si edhe për mbarvajtjen e aktivitetit sportiv në përputhje me standardet ndërkombëtare. Në kuadër të zhvillimit të etapës së parë të garës ndërkombëtare, Giro d'Italia 2025, e cila do të nisë nga qyteti i Durrësit me 9 maj 2025, do të ketë ndryshimin në qarkullim dhe parkimin e automjeteve. Ndryshimet në qarkullim do të jenë në datën 8/5/2025, ora 8:00 dhe në datën 9/5/2025, ora 15:00. Segmentet e rrugëve janë: rruga Mars 91, rruga Anastas Dursaku, rruga e Kalas nga Mulliri i Vjetër deri te rruga Sotir Noka, parkimi publik i shëtitores Taulantia, Duble, Piazza, rruga e re e portit, rruga Aleksandër Goga nga prefektura deri te Muzeu i Dëshmorëve, rruga Dëshmorëve nga Muzeu deri te stacioni i trenit, rruga Adria nga stacioni i trenit deri te ura e Dajlanit, rruga Pavarësia deri në Plepa, dhe ndalimi i qarkullimit dhe parkimi është me datë 9/5/2025 nga ora 11 deri në orën 14:00. Rruga Mars 91, rruga Egnantia nga rruga e Kishës Ortodokse deri tek Taulantia. Segmentet Torre Venenciane, Bulevardi Epidam, Sheshi Liria, rruga Aleksandër Goga, rruga e Dëshmorëve, rruga Adria, ura e Dajlanit, rruga Pavarësia. Ndalohet qarkullimi i automjeteve me datën 9/5/2025 nga ora 11 deri në orën 15:00. Autostrada Plepa Bishti i Zhurit Elbasan. Ndalohet kalimi i këmbësorëve me datë 9/5/2025, ora 11:00 deri në orën 14:00. Rruga Taulantia nga ish hoteli Volga deri te Hotel Arvi. Rruga Anastas Dursaku nga ish Hotel Volga deri te Gjimnazi Gjergj Kastrioti. Rruga e re e portit. Ndalohet hyrjet e daljet nga porti i Durrës me datë 9/5/2025, ora 11:00 deri në orën 15:00. Policia e Durrësit ftoi qytetarët të tregojnë mirëkuptim dhe të kontribuojnë në mbarvajtjen e këtij eventi të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, duke respektuar ndalesat e përkohshme të parkimit dhe qarkullimit. Bashkëpunimi juaj është thelbësor për një organizim dinjitos dhe për të treguar mirëpritjen që na karakterizon, apeloi policia.